ndërrohet mbulesa e Qabes në një prej ritualeve më të shenjta të Islamit 2025. Sot me agimin e 1 Muharrem 1447 Hijri 26 qershor 2025, në Qaben e shenjtë në Mekë u zhvillua ceremonia solemne e ndërimit të Kizwahit, mbulesës së shenjtë të Qabes për të ndëruar vitin e ri Islam. Një ekip me 154 artizan profesionist zëvendësoi Kizwahin e vjetër me një tjetër, prej 47 panele shmëndafshi, të zbukuruara me 68 ajete kuranore të qëndisura me fije argjendi të artë dhe të pastër. Kizwahi i ri është i gjatë rreth 14 metra dhe pesha totale ka rreth 1415 kg, përfshirë 825 kg mëndafsh, 410 kg pambuk, 120 kg fije argjendi të artë dhe 60 kg fije argjendi. Tradita më shumë se një shekull jetë simbolizon fillimin e vitit të ri në kalendarin islam dhe kujdesin e vazhdueshëm të Arabisë Saudite për dy xhamitë e shenjta. Pamjet nga ceremonia janë ndarë gjithsesi në media ndërkombëtare dhe rrjetet sociale, duke frymëzuar miliona muslimanë anë mban globit. Ky akt simbolik nuk është vetëm një ndryshim fizik, por një kujtesë e ringjalljes shpirtërore, për kushtimin ndaj fesë dhe bashkimit rreth shtëpisë së Allahut. Qabeja mbetet qendra e udhëzimit dhe mëshirës për të gjithë besimtarët, ndërsa ndërimi i Kizwahit është dëshmi e respektit, unitetit dhe dashurisë që muslimanët ushqejnë për vendet e shenjta.